Mirë se vini. Sot do të zbulojmë diçka thelbësore. Atë ndjesin kur jeta duket se del nga shinat, pa asnjë arsye të qartë, dhe do të eksplorojmë përgjigjen, një lloj mburoje hinore që gjendet në Kur'an. Bëhet fjalë për dy sure shumë të shkurtra, por me një fuqi të jashtëzakonshme, El Felak dhe En Nas. Le ta nisim me një pyetje që me siguri e kemi provuar të gjithë. A ka ndodhur ndonjëherë që çdo gjë po shkon në vaj dhe bam, papritur një projekt dështon, një marrëdhënie acarohet, ose thjesht një peshë rond vendoset në shpirt pa e kuptuar pse? Është ajo ndjesia universale, sikur ka forca të padukshme që po luajnë me fatin ton. Dhe kjo ndjesi shpesh nuk mbetet vetëm në mendje, ajo shfaqet fizikisht, si një shtrëngim i çuditshëm në gjoks, ose na mban zgjuar gjithë natën. Kthehet në një humor të rëndë që na zbeh çdo gjë. Këto nuk janë thjesht gjëra të rastësishme, janë sinjale se diçka më e thellë po ndodh, diçka që syri nuk e sheh. Po sikur të ekzistonte një mjet mbrojtës kundër këtyre forcave të padukshme. Burimi ynë na tregon se Kurani ofron pikërisht këtë. 2 kapituj të shkurtër, por me një fuqi të paimagjinueshme. Suret El Felak dhe En Nas. Këto nuk janë thjesht fjalë, janë një strehë, një armaturë vërtet shpirtërore. Mirë, por që ta kuptojmë vërtet fuqinë e kësaj mbroje, duhet të kthehemi pas në to. Duhet të shohim historinë e jashtëzakonshme se si u shpallën këto sure. Kjo nuk është thjesht një histori e vjetër, është vetë konteksti që u jep atyre kuptimin dhe peshën e vërtet. Pra, gjithçka fillon me një akt të ligë. Një burr i quajtur Lebid i bën magji profetit Muhammed, duke përdorur një fije floku me 11 nyje. Menjëherë, shëndeti i profetit fillon të bjerë, ditë pas dite, dhe pikërisht atëherë vjen ndërhyrja hynore. Allahu i shpall 2 sure të reja, El Felak dhe En Nas. Së bashku, ato kanë saktësisht 11 ajete. Për çdo ajet që profeti i recitonte, një nga ato 11 nyjet zgjidhej. Me ajetin e fundit, edhe nyja e fundit u lirua, dhe magjia u shkatrua plotësisht. Kjo na tregon se këto sure nuk ishin thjesht fjalë, ato ishin një kurrë e drejtë për drejtë. Pra, le ta zbërthejmë këtë mburoj. Ajo ka 2 pjesë. Pjesa e parë është sureja El Felak. Kjo është mbrojtja jon nga rreziqet që vijnë nga bota e jashtme, nga ato që i shohim, por sidomos nga ato që nuk i shohim dot. Dhe sureja fillon me një urdhër kaq të thjeshtë por kaq të thellë. Thuaj, kërkoj strehim te Zoti i agimit. Tani, ndalemi një sekond. Pse specifikisht agimi? Sepse agimi është vetë simboli i shpresës. Është fundi i errësirës dhe premtimi i një fillimi të ri. Është një kujtesë e fuqishme se sado e errët të jetë nata, drita do të vijë. Gjithmonë. Kjo nuk është thjesht poezi. Kjo metaforë ka një fuqi të pamase. Ashtu si Allahu e nxori profetin Yunus nga errësira absolute e barkut të peshkut, ashtu si e shpëtoi profetin Ibrahim nga zjarri, ashtu ai mund të na nxjerrë nga çdo lloj vështirësie. Të kërkosh strehim te Zoti i agimit, do të thotë të kesh besim të plotë se nata e sprovave tona, sado e gjatë apo e errët të jetë, do të marrë fund. Dhe pastaj, sikoni sa gjërë strihet kjo mbrojtje. Ajeti tjetër thotë, nga e keqja e asaj që ai ka krijuar. Kjo është një ombrell totale, një lutje për mbrojtje nga çdo gjë e krijuar që mund të na bëjë dëm, qoftë një insekt, një njerëz me qëllime të këqija apo forca shumë më të fshehta. Një nga këto kërcënime të padukshme që burimi e thekson veçanërisht është El Ain, ose siç njihet ndryshe, syri i keq. Çfarë është kjo? Është një energji negative që mund të projektohet nga dikush ndonjëherë pa e kuptuar fare. Mund të vijë nga zilia, por edhe nga admirimi i tepërt pa e përmendur Zotin, dhe besohet se kjo energji mund të shkaktojë dëm real në jetën e dikujt. Mirë, pyetja logjike është, si mbrohemi nga kjo? Burimi na jep 3 hapa shumë praktik. Hapi i parë i pashmangshëm, recito suret El Felak dhe En Nas rregullisht. Hapi i dytë, bëuni të matur, mos i ndani të gjitha sukseset dhe bekimet me çdo që ju del para. Dhe hapi i tretë, që është thelbësor sot, kujdes me rrjetet sociale. Jo çdo gëzim ka nevojë për një audiencë globale. Dhe sureja nuk ndalet me kaq, bëhet edhe më specifike. Kërkojmë mbrojtje nga errësira e natës, kur rreziqet fizike fshihen dhe ndihemi më të brisht. Kërkojmë mbrojtje nga ata që praktikojnë magjin, një forcë reale që, siç e pam,
preku edhe vetë profetin, dhe së fundi, nga e keqja e një ziliqari kur shfaq zili. Kjo është një sëmundje rrezikshme e zemrës që dëshiron që tjetri t'i humbas bekimet që ka. Ka një histori të mrekullueshme që e ilustron këtë në mënyrë perfekte. Një burri, profeti i garantoi parajsën. Kur shokët e tij plot kureshtje e pyetën se çfarë veprash të mëdha bënte, ai u tha diçka shumë të thjeshtë. Ai tha: "Nuk mbaj asnjë thije keqdashje në zemrën time ndaj askujt dhe nuk kam zili askën për ato që Allahu i ka dhënë." Kjo na tregon se shpërblimi për një zemër të pastër është i pamat. Mirë, deri tani folëm për mburojën kundër kërcënimeve nga jashtë, por ç'të themi për betejën që ndodh brenda nesh. Tani kalojmë te pjesa e dytë e mburojës, Sureja En-Nas. Kjo na mbron nga një armik shpesh edhe më i rrezikshëm, përshpërtisi i brendshëm. Burimi përdor një analogji fantastike. Notari që është tepër i sigurt, ai që mendon se i di të gjitha, ka më shumë gjasa të mbytet. E njëjta gjë vlen edhe shpirtërisht. Rreziku më i madh është të ulim vigjilencën ndaj shejtanit. Të mendosh, mua nuk më kap, është pikërisht momenti kur bëhesh më i prekshëm. Prandaj, Sureja En-Nas fillon duke na lidhur me burimin absolut të fuqisë. Thuaj, kërkoj strehim te Zoti i njerëzve, sundimtari i njerëzve, Zoti i adhuruar i njerëzve. Pra, ne i drejtohemi krijuesit ton, mbretit ton absolut dhe të vetmi që meriton adhurim. Duke thirrur këto tre atribute supreme, ne e vendosim veten në një mbrojtje të plotë totale. Po nga çfarë po mbrohemi saktësisht? Nga ujësuese, që do të thotë për shpërtyrja. Këto janë ato mendimet dinake, negative, që shejtani i mbjell në mendjen tonë. Qëllimi i tyre? Të na shtyjnë drejt mëkatit, të na mbjellin dyshime për besimin tonë, dhe më e keqja, të na bëjnë të ndihemi të pashpresë. Dhe ja ku është pjesa dinake. Këto përshpërthirje në fillim duken si mendimet tona, ato që ndrojnë në gjoks, si një sugjerim i vogël. Problemi vërtet fillon kur veprojmë sipas tyre. Atëherë ato kalojnë nga gjoksi në zemër dhe bëhen pjesë e jona. Si ta dallojmë një mendim të tillë? Zakonisht, ai të shtyn jashtë kufive të lejuar, ose akoma më keq, të bën të ndihesh i pashpresë për mëshirën e Zotit. Dhe këtu sureja bën një dallim thelbësor. Përshpëritjet vijnë nga dy burime. E para, nga shejtani prej xhinëve. Ai mbjell idenë e keqe, por tërhiqet kur përmendet emri i Allahut. Por burimi i dytë është ndoshta edhe më me ndikim. Shejtanët prej njerëzve. Ato influenca të këqija që jo vetëm të japin idenë, por mund të marrin përdore fizikisht drejt veprës së gabuar, dhe të përdorin presionin shoqëror për të mbajtur aty. Mirë, pra, e kuptuam teorinë e mburojës kundër kërcënimeve të jashtme dhe të brendshme. Tani, pyetja më e rëndësishme, si ta bëjmë këtë mbrojtje një zakon të përditshëm, si ta vëmë në praktik? Hapi i parë është një ndryshim perspektive. Sprovat që na vjen në jetë nuk janë ndëshkime të rastësishme. Ato duhen parë si kujtesa, si thirrje nga Allahu që na ftojnë: "Ejani, kërkoni strehim tek unë." Çdo vështirësi është një mundësi për t'u afruar më shumë me mbrojtësin ton të vetëm. Dhe ja një zakon praktik i fuqishëm që mund të fillohet që sonte, bazuar në praktikën e vetë profetit. Hapi i parë, bëjeni zakon. Çdo natë para gjumit, recitoni suret El Felak dhe En-Nas. Hapi i dytë, recitojeni me zemër, jo vetëm me gojë, mendoni thellë për kuptimin e tyre. Dhe hapi i tretë, kërkoni strehim aktivisht. Dorëzojeni plotësisht mbrojtjes së Zotit, sundimtarit dhe të adhuruarit të njerëzve. Në fund të ditës, gjithçka përmblidhet këtu. Është një zgjedhje e thjeshtë, por me pasoja të mëdha. Çdo natë që këto sure nuk recitohen, gardi i mbrojtjes ulet. Çdo natë që ato recitohen, mburoja është ngritur. Zgjedhja bëhet çdo natë. Kështu që, pyetja me të cilën do ta mbyllim është kjo. Tani që mburoja është shpjeguar, tani që mjetet janë në duar tona, cila errësirë e padupshme mund të na bëjë vërtet të ndjehemi të pafuqishëm. Fuqia për të mbrojtur na është dhënë, na mbetet vetëm ta përdorim. Faleminderit që ndoqët këtë shpjegim.